Me mbishkrimin në 2 gjuhë, LSDM po bën përgatitjen e hapjes së SLI-s partijake në Çajër. Trajqen Nedeljkovski, antari i kësaj partie në këtë deg, thotë se hapja e kësaj SLI-e më të zgjeruar është për shkak të interesimit të madh të qytetarëve të komuniteteve të ndryshme, sidomos sipas tij të qytetarëve shqiptar. Kemi antarësime masive, tani më rreth 800 antarë të rinj shqiptar, të cilët deri më tani me siguri se kanë qenë antarë të Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare ose të papërcaktuar politikisht, dhe tani kërkojnë libreza partijake të LSDM-s. Ndjem krenar që jam këtë shtabin apo selin e Socialdemokratëve, ku është në 2 gjësi, të tregojmë popullatës se edhe gjësia shqiptare dhe folet dhe do të folet në Partinë Socialdemokrate. Nuk i nënçmojmë Partitë Shqiptare. Do të jemi së bashku me Partinë Shqiptare. Nën kryetari i LSDM-s Aleksandr Keracovski, i pyetur se vendosja e tabelës 2 gjusore në shtabin e ri në Çajër, a do të thotë një nismë e mbledhjes së elektoratit shqiptar, ai përgjigjet. Në Republikën e Maqedonisë gjuhën e përdorim për të marrur vesh për të gjithë bashkëqytetarët tanë Maqedonas, shqiptar, turq, vlle, rom, serb e bosnjak. Ajo për çka na duhet të flasim janë punësimet e reja dhe hapja e vendeve të reja të punës. VMRO DPMN e pyetur rreth hapjes së këtij shtabi në 2 gjuhë në Çajër, theksoi se edhe ajo si parti i përkushtohet raporteve ndëretnike. VMRO DPMN ka kushtuar dhe ende i kushton vëmendje të madhe marrëdhënieve ndëretnike. Vetëm me bashkëtesë në një nivel më të lartë dhe vetëm me punë të madhe mund të ndërtojmë ardhmëri më të mirë për të gjithë ne. Partia më e madhe opozitare LSDM së fundmi edhe komunikatat partijake po i lëshon edhe në gjuhën shqipe, që është një risi në skenën politike maqedonase. Nga kjo parti theksojnë se është rritur vetdia e qytetarëve dhe përcaktimet politike nuk do të jenë më të lidhura me përfaqësimet etnike në një shtet multietnik siç është Maqedonia.